Një tjetër mjet pastrimi, po të lutem. Okej, unë nuk kam fund me këto mjetet e pastrimit, por po ju tregoj këtë nga Postkenix, që është një fshes me korrent që nuk ka nevojë për pritës, pra është kështu me bateri. Ka këtë ekstra versionin këtu që mund ta lash shtëpi ndërkohë që e fshin, dhe kishte shumë super praktike për mendimin tim dhe duke shumë pastër. Gjithashtu edhe ky opsioni që mund të përkulet për të futur poshtë në për tavolina apo në për vende që ju nuk doni të mundoheni. Këto janë kokët pastaj siç e shihni të ndryshme që ajo ka, dhe keni një ekstra plus forç nga këto që mund të lani shtëpinë ndërkohë që fshini pra parketin. Fshin shumë mirë dhe siç e pat mund ta fusësh në këtë mënyrë, nuk ke nevojë fare të përkulesh apo të detyrohesh të marrësh një fshes tjetër për të fshirë poshtë, por fshin direkt me këtë, mund të fshish në parket, mund të fshish në tapet, nuk ka rëndësi se si është, thith shumë mirë. Kjo është diçka që mua më pëlqeu, sepse realisht gjithmonë me këto fshesa është problem nëse thithin apo jo mirë, siç e shihni lidhen të gjitha këtu. Keni koka të ndryshme që mund të fshini divanin, këto hapësirat midis, jo vetëm plurat në përcepa të ndryshme që krijohen, dhe siç po e shihni këtu, po ja u tregoj në të gjitha mënyrat se sa shpejt edhe fort mund të thith, dhe gjithashtu këto opsionin që ja u tregova edhe një herë që mund të përkulet. Mua më pëlqeu realisht shumë, më shumë praktike, duke qenë se unë kam 2 kate, më duhet me patjetër një që ta kem me vete dhe që mos të marr gjithkohësa të madhen. Dhe pastaj shkarkohet në atë mënyrë si që e pa, thjesht me një buton. Këtu kam larg, ka hequr shumë mirë njollat, ndërkohë që fshinte edhe lante. Shihni këto njollat këtu që i kam lënë ekstra që të shihni ju, edhe e bëri shumë pastër me 2 lëvizje. Nuk e lë shumë të njohur, mua më pëlqeu edhe ja vlen.